Ndërkohë që pritje që OSHE Shkodër të spostonte nga ana rrugës kabinetet nga shtylla elektrike, sipas vendimit të qeverisë për lirimin e hapësirave publike në akset kryesore rrugore, po ndodhe kundëra siç shihet këtu në Beltoj. Kompania vazhdon të fuqizojë kabinet ekzistues, ndërsa shtylla elektrike, edhe pse rrezikojnë të rrëzohen, lihen ende në këtë gjendje, ndonse ndodhen pranë aksit kryesor rrugor me qarkullim të dëndur automjetesh 24 orë në ditë. Dhe jo vetëm këtu. Jo më larg se 1 kilometër ndodhet edhe një tjetër kabinë brenda perimetrit të hapësirës që i përket rrugës. Është e vërtetë që objekti janë ndërtuar vite më parë, por ndërkohë që qeveria është rikthyer vendimin për lirimin e sipërfaqeve në dy anët të akseve rrugore, duke kërkuar subjekteve private të prishin ndërtimet e tyre. Kjo ndërhyrje nuk përjashton as subjektet e agjencive shtetërore, siç është rasti konkret i OSHE. Rasti më flagrant haset në rrugën e Baçallekut, ku ndonse prej muajit janar të këtij viti po punohet për zgjerimin 4 kursi të këtij segmenti, OSHE ende nuk ka spostuar kabinën elektrike, që ka zënë njërin kursi të rrugës, si dhe shtytjen e tensionit të lartë në kursin tjetër.